Vazhdojmë me sqarimet. Prej parullave që i përdorin njerëzit në jetën e tyre, është të vazhdojmë kështu si jemi në jetën e dynjas, sepse fundit kush thot la ilaha illallah hyn në xhennet. Ky pretendim dhe kjo parull është e gabuar fillimisht dhe e damshme përfundimisht. E gabuar sepse është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush thot la ilaha illallah hyn në xhennet. Mirë po, jo në kuptimin që fjalë pa vepra. Jo në kuptimin që thu la ilaha illallah e pastaj me veprat e tuja shembe këtë fjalë la ilaha illallah. Andaj, ky hadith ka një histori shumë interesante. Njëri prej transmetuesve më të mëdhej të hadithit ka qenë sahabiu i njohur, shoku i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili quhet Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Dhe ai këtë hadith kur ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohë të gjatë nuk e ka transmetuar. Dhe në shtratin e vdekjes e ka treguar këtë hadith, ka thonë, po të mos kisha frikë se Allahu do të më dënonte për fshehjen e turisë, unë nuk do ta tregoj këtë hadith, nga frika e tij se njerëzit do ta keq përdorin. Dhe do ta keq kuptojnë ashtu sikur se po ndodh sot. Njerëzit thonë la ilaha illallah dhe thonë unë mjaf, me këtë jam musliman, jam besimtar dhe fundi do shpëtoj. Andaj rasti e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu tregon se fjala la ilaha illallah është fillimi i Islamit, është maksima e cila e detyron besimtarin të jeton sipas saj në jetën e përditshme dhe atëherë do të bëhet shkak për shpëtimin e tij. Andaj një ditë për ditëve, një dietar për dietarëve të mëdhej të brezave të parë dhe gjenatave të para të Islamit, i cili quhej Wahb ibn Munabbih, i kanë thonë, kur ka filluar hoja të sqaron se do thotë njeriu për të hyrë në xhenet duhet bën vepra të mira, të largohet nga idhujtaria, nga kufri, nga mosbesimi, nga veprat e liga, nga veprat e shëmtuara, kështu më radh ju ka duk njerëzve shumë ka thonë, "O hoç, ti na e bëre shumë të rëndë." Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush thot la ilaha illallah hyn në xhenet. E hoxha i nderuar ja ka bërë një sqarim shumë interesant. I ka thonë, "Është e vërtetë se fjala la ilaha illallah kush e thot atë hyn në xhenet." Mirë po, ka thonë fjala, shembulli i fjalës la ilaha illallah është shembulli i Çelësit. Çelësi me cilin i hapim dyert e tona, i kanë dhëmbët. Edhe ato të vjetrat nëse i kujtohen kanë dhëmbët djathtas dhe majtas. Dhe po që se Çelësi i ka dhëmbët e hap derën, e nëse i mungojnë dhëmbët nuk e hap derën. Andaj dhe fjala la ilaha illallah i ka kushtet e veta. Ai që i thot dhe i zbaton këto kushte, i çelet dera e xhenetit dhe fut në te. Kurse ai që e thot këtë fjalë dhe nuk i zbaton kushtet e fjalës la ilaha illallah, ai qes është pa dhëmbë dhe nuk e çel derën e xhenetit. Dhe dietarët islam i kanë përmend kushtet e fjalës la ilaha illallah. Për tyre kanë thonë, tjetë e thënë me sinqeritet, tjetë e thënë me vërtetësi, tjetë e thënë nga thellësia e zemrës, të vdes njeriu në këtë fjalë, pastaj ta don këtë fjalë dhe atë që e bartin këtë fjalë, të miqson njerëzit për hir të kësaj fjale dhe të armiqson të tjerët për hir të kësaj fjale. Ande kush i plotson këto kushte të fjalës la ilaha illallah, jeta e tij do të jetë ndryshe. Jeta e tij do të jetë konform fjalës la ilaha illallah. Pastaj kush jeton me fjalën la ilaha illallah, me fjalë dhe vepra në zemër dhe mendje, ai edhe vdes me atë fjalë dhe pastaj kush vdes me fjalën la ilaha illallah, edhe ringjallet me këtë fjalë. Ama ajo që ndodh sot, njeriu konsumon alkool, njeriu nuk falet, njeriu bën zina, njeriu vjedh, njeriu përgojon, njeriu han harame, njeriu do thot vjedh pasurinë jetimave, njeriu ushqehet me korrupsion dhe mito, njeriu e keq përdor pushtetin, dhe në fund thot, o shumë lehtë është kjo punë, në fund do them la ilaha illallah, do të përfundoj jetën me këtë fjalë do të futem në xhenet. I themi, po i nderuari, do të ishte lumturi e madhe, do të ishte gëzim i madh, po që se do të ishim të bindur se momentin e fundit do të na ndihmon Allahu të themi fjalën la ilaha illallah. Nëse të jetën s'kemi jetuar me këtë fjalë, nëse të jetën s'kemi zbatuar në praktikë këtë fjalë, dhe domethënë të kësaj fjale dhe porositë të kësaj fjale dhe kushtet të kësaj fjale, nuk ka garancë askush për nesh se fundi do ketë me këtë fjalë. Andaj parulla kush thot la ilaha illallah hyn xhenet, andaj bën çka dush, nuk është e vërtetë se fjala la ilaha illallah të mëson të jetosh me këtë fjalë, të zbatosh urdhët e kësaj fjale, të zbatosh kushtet e kësaj fjale, të vdesish për këtë fjalë dhe të vdesish me këtë fjalë. Atëherë fjala la ilaha illallah ka kuptim vetëm ndryshe, është pretendim edhe është vegim me të cilin mashtrohen shumë njerëz. Zotin e lutim që fjala la ilaha illallah
depërton thellë në zemrën tonë, peshon rond në ndërgjegjen tonë, bëhet pjesë e përditshme e vokabularit tonë, jetojmë me të për të dhe vdesim me të, atëra do të jemi të xhenetit inshallah. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.